Po e njim shpesh për trive, për njerëzve, sidomos të në Evropë, e njim shpesh pse Allahu Azza wa Jall e ka kriju të keqen në përgjithësi. Pyetja tjetër, pse Allahu Azza wa Jall e ka kriju shejtanin. Para musliman, na si pyetje kështu nuk guxojna me qitë kësi pyetje na musliman. Na musliman thojna ku është urtësia që e ka kriju Allahu Azza wa Jall shejtanin, edhe ku është urtësia që Allahu Azza wa Jall e ka kriju të keqen. E dyta, në përgjithësi e keqja nuk ka të bëj me Allahun Azza wa Jall. Ka të bëj me krijesat që i ka kriju Allahu Azza wa Jall. Krijesat kanë herë mundet me dalë prej tyre sherr, ama në përgjithësi e keqja nuk guxon me jon vesh Allahu subhanahu wa taala. Deri dhe gjint kur kanë thonë formë interesant, një shpreh ka thonë, kanë dashur me thonë, na nuk e dim çka ka dashur Allahu Azza wa Jall me këta njerëz në tokë, me këto krijesa. A ka dashur hajër apo ka dashur sherr? Ama nuk janë shpreh kështu. A di çka ka thonë? Ka thonë, e na nuk e dim e sharrun uride biman fil ard. Nuk e dim a është dashur sherri me këta që janë në tokë, am arada bihim rabbuhum, apo ka dashur rabbuhum Allahu Azza wa Jall për ta hajër. Domethënë, hajrin ka thonë ka dashur Allahu hajër, ama kur kanë dashur me thonë sherr, ka thonë nuk e dim a është dashur sherr, a është dashur hajër për ta. Nuk e dim, am nuk ka thonë Allahu e gjend. Por ata na muslimanët duhet me kanë shumë të kujdesshëm çish po shprehemi. Ibrahim alayhis salam ka thënë Allah është ai që më jep me hangër, më jep me pi. Allahu më ka udhëzuar krejt. Kur ka dashur me thonë që kur smuna ka thonë e kur të smuna Allahu më shëron. Nuk ka thonë kur të më smuna Allahu më shëron. Ka thonë kur të smuna, unë vetë në të kuptimin. Allahu më shëron. Domthon, do të më pas e para, do të më pas kujdes se çish po thojna kur bëjnë pyetje. E para. E dyta, do të më ditë o musliman që kjo botë është botë e sprovës, e nuk sprovohen njerëzit vetëm se duke ekzistuar e mira edhe e keqja. Kjo është e qartë për musliman. Tash po mundohem me u përgjigj këtyre dy pyetjeve. Pse Allahu Azza wa Jall e ka kriju të keqen, edhe pse Allahu Azza wa Jall e ka kriju shejtanin? E para musliman, shejtani nuk është kriju kështu si shejtan. Është kriju kanë prej gjinëve. Bile interesant është që kur ka thënë Allahu Azza wa Jall melaike me bosejde, thot Allahu Azza wa Jall krejt melaike kanë bosejde veç iblis. Anket me kanë që u kanë qatë. Për ta, por ata ka prej dietarëve që thonë u kanë prej melaike. Ai çka është më saktë është se shejtani është prej e gjin. Interesant është me kuptu a di çka ka thonë shejtani. Ka thonë nuk i bin sejdë tina. Se më ke kriju mua prej shkafit, prej zjarrit, e këta ke kriju prej dheut. Domethënë me shprehjet e tina e kupton që ky nuk është kriju i keq. Ky bile po pretendon që është më i mirë se sa insani. Ky nuk është behanja e keqja të krijimi. E keqja tina është menjëmasia tina, të kundërshtimi tina, ka kundërshtu urdhrin e Allahut Azza wa Jall. Tash e kuptova që nuk është që Allahu ka kriju kështu. Si shembull, njëri e ka kriju Allahu Azza wa Jall i mirë, i hijshëm, i shnosh, i ka dhënë pasuri, ai çohet gjuhet në për harame, bëhet e ban veten me do tatuja, me do vath, me do bëhet për faqe zez, a thua tash që Allahu Azza wa Jall ka kriju këto kështu? Jo, ky vetë ka zgjedhur atë rrugë. Domethënë Allahu Azza wa Jall i ka lënë dyert e çelta për hajër edhe për sherr, e shejtani edhe njerëzit kanë duke pasur shejtanin e zgjedhën rrugën e keqe. Kjo sa i përket shejtanit, sa i përket keqes në përgjithësi o musliman, për shembull dhimbta, a janë të mira të keqe, keni më thonë këtë keqe. Tash unë po ta marr një shembull, shkon te mjek i thu pse ke ardhur, thot po më dham çto. Po më dham çto. Tani thot mjek i mos më pa ardhur me çtinë operacion 2 sahat, po mirë që ke ardhur. Prej çkafit ka shku prej dhimbtas. Dhimbta ka qenë, domethënë dhimbta që për menën tonë është sherr, dhimbta ka qenë hajër. Ose në tjetër shembull, a ju kujtohet si fëmijë që kena luajt me zjarmin? Kena luajt me zjarrin. Kena luajt e kena prek. Mos më pa kanë dhimbta na sot se kishme gishtat hiç ose kishme një 3, e një 3 palkur hiç, veç ashtrat, po dhimbta na ka ruajt. Domethënë jo gjithçka që ka shëti të keqe është e keqe. Zjarri, a ju kujtohet kur e kena mësuar që shumë ka njerëzit shumë krenar kur e kanë zbulu zjarrin. Domethënë zjarri ju ka dohë që tash ku me di çka banëm na se kena zbulu zjarrin. Domethënë çka zjarri i mirë, po më shku nga atë djeg, me prek djeg. Domethënë jo gjithçka që është e keqe për mendjen tonë, është e keqe në përgjithësi, ka herë e ka sherr në ta. Po besoj që tash është e qartë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall na bëf për atyre që pasojmë traditën e Rasulit alayhi salam.